në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, nëse e shikojmë gjendjen e shumicës së njerëzve në botë, do të vrejmë pra që shumica nga ata janë larg Allahut subhanahu wa taala, larg rrugës së Allahut subhanahu wa taala, duke filluar pra nga mëkati më i madh që është shirku, pastaj alkooli, droga, zinaja dhe shumë mëkate të tjera, ndërsa të pak janë ata të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka mëshiruar dhe i ka ruajtur nga këto mëkate. Prandaj të nderuar vëllezër, kur Allahu subhanahu wa taala e don robin e tij, e afron pranë vetes së tij duke ja bërë të dashur veprat e mira të tij. Shpresoj që ne që jemi mbledhur sonte këtu për ta përkujtuar Allahun subhanahu wa taala dhe për të mësuar diçka nga feja e tij, të jemi nga ata të cilat Allahu subhanahu wa taala ja ka dashur të mirën dhe i ka udhëzuar në rrugë të drejtë. Pasi që ne nuk jemi mbledhur këtu për ndonjë interes të kësaj dynja, mirë po jemi mbledhur vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, të bimbi mbledhjet ku mësohet dija fetare është prej veprave më të mira dhe më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith na nxit dhe thot: kushdo që merr një rrugë për të kërkuar diturinë, Allahu subhanahu wa taala do t'ia lehtësojë atij rrugën në ditën e Kiametit, do t'ia lehtësojë atij rrugën për në xhenet. Që do të thotë se Allahu subhanahu wa taala atë person do ta doj dhe do t'ia mundsoj të bëj vepra të mira dhe do t'ia hap dyert e mirësisë të veprave të mira. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi shpërblimin për këtë mirësi, pra tha, do t'ia lehtësoj rrugën për në xhenet. Disa dietar në komentin e këtij hadithit kanë thënë se në ditën e Kiametit, kur njerëz do të kalojnë në përvështirësi dhe sprova të rënda, kërkuesit të diturisë, Allahu subhanahu wa taala do t'ia lehtësoj rrugën dhe do t'i kaloj pra këto vështirësi, pa vështirësi, domethënë do ta kaloj rrugën si shkak, domethënë i nderit dhe sinqeritetit të tij që ka pas në këtë ndonjë. Prandaj është nder i madh që sonte të kemi sonte dy hoxhallar, Hoxhën Umer Musën dhe Hoxhën Kujtimin, të cilët do të ndajnë sonte me ne disa këshilla dhe disa mësime islame. Andaj e lut Allahun subhanahu wa taala që me këto t'i bëjë të dobishme për të gjithë ne, me këto këshilla dhe porosi t'i hap zemrat tona dhe na jap fuqi pra që me këtë dije pra ta shndrojmë pra edhe në vepra të mira. Sigurisht e lut Allahun subhanahu wa taala që këtë mexhlis, këtë mbledhje ta bëjë të begat, të bereqetshëm dhe të bëhet shkak pra për pastrimin e zemrave tona. Andaj, duke mos e zgjatur më tepër, e ftoj Hoxhën Omer Musën ta marrë fjalën, pastaj domethënë edhe Hoxhën Kujtimin. Allahu subhanahu wa taala ju shpërblef për këtë prezantim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa usalli wa usallimu ala khayri khalqillahi ajma'in, Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna sunnatahu ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë, prej Allahu xhalla shanu kërkojmë udhëzim. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush që mund ta humb, ai cili humb dhe devijon nuk ka kush që mund ta udhëzoj pos rahmetit Allahu xhalla shanu. Shem salat dhe selam mbi Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata besimtarë dhe besimtare që e ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. E lutim Allahun xhalla shanu që edhe ne t'jemi
pjesë atyre të cilët do t'janë të denjë që t'janë ummet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Feja jonë fillon me njeriu e parë, Ademin alayhi salam, dhe historia e tij është historia e jonë. Nëse është historia e babës tonë. Allahu në Kur'an në thret bitë Ademit. Ja bani Adama. Kështu në thot. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. O bitë Ademit, merrni më të bukurën kur të vini në xhami. Vjen në xhami më të bukurën tamam. Dhe thot shka dukesh bukur në xhami. Megjithatë, historia e tij kur Allah që në ka kryue, me një në momentin e kryimit ti, i ka dalë për para armiku, hasmi. Kush është ai? Iblisi, shejtani. Ngjarja e Ademit alayhis salam është e përmend në shumë sure në Kur'an, dhe sigurisht se çdo kënd që është e përmend është një mësim për ne. Kështu që për ajeteve të Kur'anit të cilat na kanë ra me i lexue, ajeti i cili më shumti mu më kalon pa fjalë është ajeti 16 i surës Hashr. Është, dhe më thënë, një ajet i cili, dhe më thot, e habit mendjen njerëzore. Allahu Gjelle Shanuhu flet para asajna, ajetet mbi munafikët, se si, në kone pejgamberit sallam, në Medine, se si ju kanë premtue fisit Benu Nadir, prej fiseve të jahudive, se do t'ju ndihmojnë, e pastaj në fund i tradhtojnë, dhe nuk ju ndihmojnë. E pastaj thot Allah, thot, kemethali shejtani, idh qale lil insani kfur. Falamma kafar, qal, inni bari'un minka, inni akhafu Allaha rabbal alamin. Thot, shembulli i munafikëve të Medinës, me hebrejnë e Medinës, është si shembulli, thot, i shejtanit, kur i tha njeriu. Çka i tha? Moho Zotin. Kundërshtoja Allahun. Thot, falamma kafar, e kur njeriu e mohoi dhe kundërshtoi Allahun, çka i tha shejtani? Thot, qal, inni bari'un min. On jam i pastër, unë s'jam si ti, unë jam larg teje. Shejtani. E pastaj thot, inni akhafu Allaha rabbal alamin. Unë i friksohem Allahut, Zotit gjithësisë. Wallahi, kur e kam lexuar, ka thonë, subhanallah. Si bëra, a pas ka frikë shejtani prej Allahut, prej Zotit gjithësisë? Ai me pas frikë, i kishtë ranë sejgjë dhe Ademit, kër e ka urnu Allahu, krijesës ti. Tash në këtë rast, qka është puna e ti? Si është e mundur, a i, pasi që njeriu ta mohon Allahun, a i ti thot, unë jam larg teje, unë s'jam me ty ma. Jo, e ke te prute. Unë i friksohem Allahut Zotit. Pyetja është, çka e bani shejtanin me fitu mallkimin e Allahut? Fa idha qara'ta al-Quran fasta'idh billah min ash-shaytanir rajim. Allahu na mëson. Kur ta lexoni Kur'anin, kërkoni mbrojtje tek Allahu nga shejtani mallkum.
Shejtani është, thot Allah në Kur'an, armik i juaj dhe trajton e gjithmonë si armik. Por ka njëherë armiku në këtë rast po del më i mençur se sa njeriu. Kur ai mohon, ai thot jo, unë jam larg teje. Çka është puna? Çka e boni shejtanin që të jetë i mallkum nga Allahu, që ta humb mëshirën e Allahut? Allahu na tregon ngjarjen në surën Bekara. Kur Allahu vendosi të krijoj një zavendës për vete, s'po i përmendi ajetet arabisht se s'po duhet na merr kohën. Thot, ka vendos Allahu të bën një mëkambës, një zëvendës në tokë. Edhe pse Allahu s'ka nevojë për te. Por çka njeriut i ka dhënë lirinë e veprimit. Dhe ai e ndjen veten zot i kësaj toke. Melaçet pyetën. Mos themi debatun. Thanë ato, e taj'alu fiha men yufsidu fiha. Do të bësh në te diken që ka me ba korrupsion, ka me ba trazira, edhe do të derë gjak, u jesë fikut dima. O zot, ne madhrojmë ty, nusabbihu bihamdik, madhrojmë duke falenderu. Wa nuqaddisu lak, dhe ne gjithmonë shëjtrojmë ty, o Allah. Që tha Allahu? Inni a'lemu ma la ta'lemun. Unë e di atë që ju nuk e din. Gjint Allah i pat kriju para nesh. E kemi dhe komplet një surë në Kur'an, surja gjindë. Hapi tyne që janë të mirë. E kërë kanë dëgju Kur'anin, kanë thanë, Allah pas ka zbrit një libër të çuditshëm. Ne i kemi besu ati. I kanë besu pejgamberi tonë, Muhamedi alayhis salam. Po për tyre ka të këqin. I pari, ma i keqi, është iblisi, shejtani. Allahu tha, unë e di atë që ju nuk e dini. Çka është ajo që Allahu e din e melaçet nuk e di? Për ne, është një jetë jo. Atë se çka struket në zemër ton, as melaçet nuk e di. Ne kemi dy melaçe, në ndjath, një të majt, i shkrujnë. Ajo ndjath, kun të mira. Ajo të majt, kun të këqija. Ajo ndjath, sa ta bëjsh, ta shkrujnë me njëherë. Ajo të majt, të pret. Nëse ke bo ditën, dhe i në bramje. Mos pi bje pishman, mos me ta shkru. Nëse e bon natën, pret deri në mëngjes. Mos pi bje pishman, mos me ta shkru. Ama kjo që e bon punën e mirë, me njerë ta shkru. Mirë po, gjdo njani prej nesh ka një libër me Allah. Që aj e din atë që shka është strukt në zemrën to. Melaçet e shoqëronin iblisin. Se duke i burri mirë. Bënte ibadete. Adhuronte Allahun. Edhe silleshin me te. Rrethina. Në bazë të veprave. Bazë veprave, çdo kush i ka katër melaçe, një djath, një të majt, kemi një para, një mbrapa. Po sipas veprimit ton, Allahu i shton. E keni po ata njerëz me vlerë që janë, ata kanë një gardë që i ruajnë. Edhe besimtarit Allahu i çon gardë melaçesh ta ruajnë atë. Kështu ka thonë Aliu dhe për vete. Luftën e Sifinit, u nda prej ushtrijës, shkoj me një xhami aty afër me një fshat, me shku me u fal, me fal namaz natës. Roja e tij e vrejtën dhe shkun pas. I shkun pas Aliu dhe Allah. Kur hini mena në xhami, u fal, tu dal për jashta kur i pata para derës. Ta shka boni ju këtu?
Ta e din të është kohë lufte, kem frikë dikush prej armiqve mos po vjene po të vret. E na i miroja jote. Aliu tha, dëgjoni. Allahu çdo kujt ja ka fal 4 melaçe që e ruajnë, që e mbrojnë. Mu tha ma ka fal një ushtrim melaç. Ka mundsu me pa. Ta kur Allahu të vendos që Aliu të vdes, i çon ata për pjeta dhe më vjen vdekja. Ja, s'është ka vendos Allahu xhalla shanu. I pas vlerës, shtohen melaçe. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. Ne i them, thot Allahu në Kur'an, thot, ne i them melaçeve me i ranë sejdë Ademit. Jo sejdët ibadetit, por sejdët nimetit. Jo sejdët adhurimit ati, por të dhuntis Allahut. I ranë sejdë, melaçet me njëherë. Por që tha Allahu? Illa iblis, përveç iblisit. Qëlloj aj aty, melaçet, edhe psa ishte pi gjinve. Kane minel gjinni, e fasa kane, emni rabbi. Aj ishte pi gjinve, por kundërshtoj urnën e Zotitve. Allahu Gjellëshanu e pyet iblisin. Qale, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Çka të ndali ty që ti bish në sejdë ati kur unë të urdhërova? Qale, ana khairun min. Unë jam më i mirë se ai. Kështu i tha iblisi Allahut. Unë tha jam më i mirë se ai, unë jam më i mirë se Ademi. Bile edhe shpjegoj se pse është më i mirë. Khalakteni min narin wa khalaktahu min tin. Mu më tha, më ke kriju prej zjarit, atë e ke kriju prej lloçit, prej dhejut. Cila ka vlerë më shumë, Allahu e din, por sipas ti, mendja ti, që zjari ka vlerë më shumë. Çka ishte ajo që e përzuni shejtanin prej rahmetit Allahut? Fjala ana, unë. Me një fjalë, sot e përzojnë fjalën egoizëm. Allahu na rujt prej egoizmit. Allahu na rujt prej mendje madhësisë. Janë shumë të rrezikshme. Kjo ishte ajo që nuk e dinin melaçet. U habitën. Si është e mundur? Ky rob i Zotit që adhuron Zotin natë e ditë, e ne i rrim përreth atij. Ai ta kundërshton unën e Allahut me i ranë sejdë krijesës tij, dhe ai ti thot Zotit, unë jam më i mirë se ai. Këtu na shpaloset një gjë. Çfarë halli kishin melaçet kur Allahu vendosi me e kriju njeriu? Korrupsionin edhe gjakdera. Apo? Se janë çështje se shka ato kanë mujt me i pa. I kanë pa të gjinët, s'kan dasht me e pa të njeriu, të insani. A kuptoni? Mirë pa ato nuk e kanë ditë se çka struket, çka në zemrën e tij, në mendjen e tij. Allah ka unë e di aqka ju nuk e dini, tash keni me fase. Çka është më e rrezikshme se edhe korrupsioni, edhe gjakdera? Ajo është mendje madhësia. Ti sillesh mendje madh kujt? Allahu xhalleshanu. Ma e rana, ma e vështira. A keni pa ky kryetari jon këtu, Trumpi, sa herë thot une, a keni ni? Ha? Sa herë kur flet, fol për veti, unë kam e bë këta, unë i kom bë këta, i kom nal 7 lufta, i kom nal 8 lufta, kam e bë edhe këta, unë, këtë aja, po. Ju kujtohet ndoshta edhe ai rasti kur ishte në aeroplan, në atë Air Force One,
edhe njëri pi gazetarëve e pyeti se tha, nëse arri me na luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, kam shpresë që do shkoj në xhenet. I will go to heaven. Ha? Dhe kur e pyeti gazetari, përderisa ishte najër, si u përgjigjaj? E prezësh pak anglisht thot, I'm being a little cute. I don't think there is anything that's going to get me into heaven. I think I'm not maybe heaven bound. Ha? Do shta ju ka ra me një, unë e kam dëgju. Thot, po sillen pak lezetshëm. Do më thonë, po këshyri pak me mashtru vetën. Nuk mendoj se ka diçka që do të më çoj mu në xhenet, në paraj. Mendoj se ndoshta nuk jam i destinuar, do më thonë, nuk e kom kader xhenetin. Kështu, që flasim ne. Thot, mund t'jam xhenet tash, përderisa thot jemi të fluturu me Air Force One. Thot nuk jam i sigurt nëse do t'jam gjendje ta fitoj xhenetin. Por e kam bën jetën e shumë njerëzve më të mirë në këtë botë. A duhet të jetë ky synimi jonë, mi a bën njerëzve jetën më të mirë? është dëshire e njeriut, është mirë, mi a bën jetën e mirë të tjerëve. Por synimi duhet të jetë atje. Wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah. Ti syno me atë që Zoti ty ta ka dhënë. Nimetin më të madh çka është jeta. Primaria, ti je gjallë. Syno me te botën tjetër. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Por mos e harro atë hisën e dynjas. Hakin e vetvetes, hakin e familjes, hakin e kujshisë, hakin e bashkëpunëtorëve këtu, hakun tanë edhe ndaj shtetit. Ndaj çdo kujt. Por synimi duhet të jetë ahireti. A shërbimi bën me kon për dynja, nuk prish. A kuptu? Por përsëri, ruaju prej asaj fjalës unë. Së është e ranë, është e vështirë. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në një hadith e transmeton Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu warda. Hadithin e keni në Muslim. Ata që kanë qef me ditë se ku është hadithin, nuk është hadithin 91. Thot, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Thot, nuk do të hyjë në xhennet ai që në zemrën e ti ka sa një kokër meli me ndjematësi. Nuk do të hyjë në xhennet ai që ka sa një kokër meli, sinopi, përdojnë nësa tjerë. Thot një person, midis atyne që dëgjoj që më ka thënë, dikush pi sahabeve, i tha, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. O i dërguari i Allahut, ka njerëz që kanë qef mu dok bukur, teshat mi pas bukur. Thot të xhamia atje ku dola pas namazit atje, zakonisht çështu vish në ditën e xumat, ditëve tjera vishën pak shënita ma casual atë, ja. Edhe kur un pa, tha kemi shku dikun, tash po thash, kemi thash një të bëjmë. Në xhami thash, Allahu na urdhëron me Kur'an, khudhu zinatakum inda kulli masjid, kur shkoni në xhami, dukeni bukur. Tha njeriu tha, ky ashab, tha, vishet që duket bukur. Thot, edhe këpucët i ka të bukura, teshat e bukura, pucët e bukura. Që i tha pejgamberi alayhis salam? Fa inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allahu është i bukur, e don të bukur.
E don të bukurin Allah. E don atë që i shfaq mirësitë e Zotit. Nuk është keq mu do bukur, është mirë mu do bukur. Përsëri, ruaju prej mendje madhësisë, ruaju prej krenarisë tepërt, ruaju. Se ajo është sifat i kujt, është cilësia e shejtanit, Allahu na ruaj. Mandej thot pejgamberi selam, el kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ta mendje madhësia çka është? Është thot me e mohu hakun, me e nënçmu hakun të vërtetën, edhe me ju bë zullum njerëzve, me i nënçmu njerëzve. Ruaju për këtyre dyjave, janë trana, janë të këqija. Janë cilësi të shejtanit, Allahu na ruaj. Pra, prej, domethënë, që tyne ajeteve të Kuranit, që i lexum, edhe hadith pejgamberit selam, çka kuptojmë? Njeriu i ka dy armiq. Armiku i parë është shejtani. Edhe ai është betu të Allahu. Çka është betu? është betu se, ka thonë, febima aghwaytani la aqudanna lahum siratak al-mustaqim. O Zot, për shkak se ti mu m'ke largu piramitit tanë, unë do t'ju qëndroj atyre në rrugën e vërtet, në rrugën e drejt. Subhanallah. Rrugën e Allahut vërtet. Me një fjalë, kjo çka i vjen? Shejtani s'ka punë me shkuna për dyrt klubeve, se ata i ka me veti, që tu në xhami vjen ai që ta ka qef mi largu. Dhe akudan e lahu siratak al-mustaqim. Do të rri ku në rrugën tane të drejtë. Unë ata du t'i largoj për rrugës tande. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin. E pastaj thot do t'ju vi, thot para, e do t'ju vi mbrapa, e do t'ju vi ka e djatha, e do t'ju vi ka e majta. Dhe thot kime pa, se shumica e tyne nuk kanë me qenë falenderus ndaj te o Zot. Çka i bje kjo? Ka me t'nejt para. Se ka me t'nejt para? Ka me të dynjaja kush mbaron? Mundohu për te, e jo t'ja është. Kjo botë është me jetu një herë, së të thënë të Amerikanë. Jetoj, se s'ka tjetër. Këtu munohu. E ti këshyrë për para, ama jo për para, për ahiret, për para për dynja. E pastaj thot, o min khalfihim, edhe mbrapa. Ata që këshyrin para, këshyrin edhe mbrapa shumë. Si këshyrin mbrapa, munon natë e dit me ba sa ma shumë, më jolan e vladve. Allahu ka garantu riskun, si për ne, si për e vladë të tanë. Nahnu në rëzuku, vajjahëm. Ne do t'ju japim riskun juve dhe atyne. Ama na e kemi halë. Kemi halë më jolan e vladve të tanë. E pas të thot në të djathë, qka? Ato punët e mira që i ke ba, mundot me t'ja zgjësu. Me qka? Të të thonë, valla, si ti s'ka. Ti vjen xhami mu fal, e bën namazin për Allahun, e të ti, a i shep, a i tjetë e si ti. Edhe ty, Zotin a rujtëm të rajo, kap këndedhja, edhe thue, me mu s'ka. Zguxon kur besimtari, as njëherë, këto me e thonë. Atë mat ultin, atë mat devijumin, do të me e pa, si kurse një që ka shans me fitu gjenetin para ti. Atë mat padishmin. Do këtë vetja që di shumë, si kjo gjatë që flet, dije. Se fauka kulli dhi ilmin alim, për mbi gjdo dishëm, ka është aj që është na i dishme, rujo pisaj. Se shejtani ka mundësi edhe për mes dijes që e ki, me të largu për hudhë Zotit. Për të livdu ty ti e merë vetën mësysh, Zotë arujë.
A kuptoni? Kjo është e rëndë. Wa an shama'ilihim. Edhe shka, tu ja zbukuru veprat e këqija. S'ki dert, po këtu të që Zoti s'të falë tyja, e të mëre se, Allah e ka falë ato, e ka falë ato, e ka falë, pëse s'falë edhe ti? Edhe ti e humbë busollën. Subhanallah, e keni paja busolla, ajo gjithmonë kallzon veç me njanë, gjithmonë kallzon veri, apo, cile ka dushtja, ajo veç me njanë. Që duhet jetë besimtari, ta këtë busollën gjithmonë të këthime ka Allah. Ta firru ila Allah. Do në me ikni veç të Allah, askun që tërkun. Po jemi këta, jemi në rrugë të Zotit, jemi në rrugën e drejtë. Mirë po qka? Përmenden dy anë që shejtani s'mun me të bëhë kur gjanë to. Cilat janë ato? Ajo mbi kokë dhe ajo poshtë. Ajo nalt, ajo poshtë. Këto dyja si përmend. Pse? Për arsye se këto janë ato që besimtarin e bajnë ti përkullet Allahut, ashtu siç refuzoi shejtani. Ky nuk refuzon. Elhamdulillah, keni ardhur në xhami sot, e keni falë këtë namazit. Nuk e di, inshallah jeni këtë 5 kove, po edhe nëse nuk jeni, elhamdulillah, sot e keni pas shansën e mirë. A keni ardhur në xhami, jeni falë, elhamdulillah. Inshallah, po me gjithë për atyre se shka, kur të na thret Allahu, i përgjigjemi thirrjes ti. Por mos harro, se gjendja jote kur i përkulesh Allahut, dhe bjen sejdë ati që është më i larti. Kur bjen sejdë shka thu? Subhana Rabbiyal A'la. Lavdia i qoft ati cili është më i larti. Ti në të pozitën tëne më të ullt, a i në të pozitën më të nalt, me atë çka fiton? E fiton afërsin tëne me Allahun xhalla shanu. E fiton rahmetin e tij. E fiton magfiretin, faljen e tij. Inshallah xhalla shanu gjithëve na fal. Ju falenderit shumë. Zoti xhalla shanu ju shpërblet për pjesëmarrje dhe Allahu xhalla shanu inshallah kështu si na ka bashkuar këtu në këtë mejlis, inshallah na bashkon edhe në xhennet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيد الأولين والآخرين نبي الله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Atë e falenderojmë për këtë falje dhe ndihmë kërkojmë. E falenderojmë Allahun xhallahu ala që na i ka mundsuar këtë tubim të sonshëm. Ku lusë Allahun xhallahu ala që mbi zemrat tona të zbet mëshira dhe rahmeti Allahu xhallahu ala dhe vallahi nuk kemi ullë sonte për diçka ju vëllezër vetëm për ta shpresuar rahmetin e Allahut. O pasha Allahun e madh ju vëllezër, ai që folën është më mëkatar që ato që dëgjojnë. Kur nuk më ka shkuar në mendje ndonjëherë që kam dalë para popullit edhe miletit dhe kam menduar se jam më i mirë se ata. O vetëm o shpresa në rahmetin e Zotit xhelle xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala të na nxjerrën për këtë tubimi, ashtu si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ulet një grup njerëzish në një xhami prej xhamijave të Allahu vetëm se pas përfundimit të atij mejlisi, një thirrës prej qiellit thërret dhe thot: Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. O ju njerëz, qohuni pe atij mejlisi se Allahu gjinafet va ka kthet, Allahu ju ka fal dhe mëkatet e juaja i ka kthet në sevape. O pasha madhërinë e Zotit xhallahu ala, prej dhuratave më të mëdha të Allahut azza wa jall janë këto mejlise dhe këto tubime. Vinte Xhibril Emin, ju vëllazën, Xhibrili alayhi salatu wasalam vinte edhe uleshte në tubimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm ta dëgjon fjalën e Rahmani xhallahu ala. Muadh ibn Jabelit radiyallahu ta'ala anhu kur i erdhi momenti i vdekjes, filloi të qanë. Dikush për të pranishmeve gruaja apo fëmijët i thanë: O Muadh, pse je duke qajt? Tha: Wallahi nuk po qaj se e la pas vetes dunjan. Dëgjoni vëllazë, wallahi tha nuk po qaj se e la pas vetes dunjan dhe e la pas vete pallatet edhe pasurinë e saj, por qaj për 3 gjëra. Një prej tyre tha qaj për ato momentet kur muslimanët të ulen në xhamiat e Allahut ta përkujtojnë Allahun dhe unë nuk jem në mesin e tyre. Qaj për ato netët e gjata të dimrit kur besimtarët të qohen natën të falen për Allah dhe unë nuk do t'jem në mesin e tyre.
dhe qaj për netët, për ditët e gjata të verës, kur besimtarët do të agjerojnë dhe unë nuk do t'jem prezent mesi e tyre. Dhe ja sonte, ej vëllaza dhe motra, vallahi nuk është prezent Muadhi më Gjebeli, që ante që edhe ai sonte të ishte në mexhlise me ne, nga se e dinin ata njerëz o ju vllazna se çfarë shpërblime dhe sevape të mëdhaja, sa male dhe sa kodat e kodrinat do t'i marrim sonte pasi që të çohemi me këtij mexhlisi. Andaj faleminderit o Allah në fillim, falënderimi të takon ty o Allah në mbarim, që na i ke hap zemra për shahadetin, për islamin, për imanin, la ilaha illallah. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin për zotërion ton, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili na mësoi se si të ulemi në këto mexhlise. Na mësoi se si ta përmendim Allahun dhe se si ta kujtojmë atë. O ju vëllezërit e mi, derisa hoxha ishte duke fol, edhe e pash domethënë këtë mexhlis dhe këtë tubi. Shihni edhe jo vëllazën, po thuj se 90% të mexhlisit janë djelmosha të ri. Thoni njerëzit dikur se njerëzit në Amerikë shkojnë ta humbin fen. Jo vallahi, elhamdulillah, gjithë ky mexhlisi hajri, gjithë djelmosha të ri, këto fëmijë që kanë ardhur sonte në mexhlis, vallahi janë dëshmi se Allahu do ta ruan Islamin në gjenerate pas gjenerate inshallah taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha la yadkhulanna hadha la yablughanna hadha ad-din ma balagha al-layl wan-nahar wa inna Allah la yatruku bayta madarin wala wabarin illa adkhala Allah hadha ad-din. Do të hyjnë kjo fe aty ku ka shku nata edhe dita dhe Allahu nuk do të lënë shtëpi prej tullave dhe prej qerpikut edhe prej drasave, vetëm se Allahu do ta fut këtë Islam me kenarinë e krenarit dhe me nënçmimin e të nënçmuarit. Allahu akbaru kabira. Alhamdulillah ju vëllezërit e mi që Allahu na ka nderuar që të jemi pjesëtar edhe idhtar të këtij Islamin. O ju vëllezërit e mi, Allahu te bareke ve teala po na thret në librin e tij. Dhe Zoti Bujar xhallahu ala e ka hak dhe e ka të drejtë që kur të më thret mua dhe ty, të thret me emrin e robëris, duke thënë o robim, o ti ingrat, o ti shkret, o ti fukara, se ne vallahi jemi të tillë. Por Allahu xhelle xhelalu në Kur'an po na thret me emrin e imanit dhe islamit dhe thot: Ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, la ilaha illallah. Wallahi e kishte pas hak Allahu xhelle xhelalu që mos na thret me këtë emër, po të thot o ju fukara, dhe ne ti nështromi dhe ti përulemi ati, por Allahu të ka thirë me emrin e imanit. O ti që ja ke dhënë besën Allahu me shahadet la ilaha illallah, po ja Rabbi urdhëro për këtë thirrje që e duke na i bë. Tubu ila Allahi taubatan nasuha, kthehuni tek Allahu me një kthim të vërtetë. O ju robër të Allahut, o ju vëllazë dhe o ju motra, vallahi billahi nuk ka lumturi më të madhe se lumturia njeriu që është në ibadet dhe në adhurim. O ju vëllezëra, e dini se shkaku më i madh i ardhjes të Islamit është që njeriu të jep lumturinë e dunjas, nuk ka qetësi më të madhe se në afërsi me Zotin e Madh xhallahu ala. Andaj në këtë kontekst, Ibn Qayyim el-Jauzi radhiyallahu ta'ala anhu, një prej dietarëve të Islamit, thonte: me të vërtet në zemrën e njeriu është një boshllëk. Apo më mirë, thonte me të vërtet Allahu xhallahu ala e ka kriju zemrën e njeriu dhe ka kriju brenda asaj boshllëqe të mëdhaja. Shihni vëllazën, ka një boshllëk që ashtu Allahu e ka instalu zemrën tënde. O i till je vallahi. Nuk mund të dalim nga ky realitet. Thotë dhe Allahu xhallahu ala ka vendosur në zemrën e njeriu boshllëkun që nuk e përmbushën vetëm dashuria për nanën. Wallahi bila keni pa një njeri që ka ardhur në gurbet. E ka arrit pasuri, ka arrit milionat edhe e më shumë se ajo. Mirë po vetëm që nuk e ka nanën afër, e merr malli para atë. Nuk i mbushet be zemrën, nuk rehatohet, nuk qetësohet pa nanën, pa ju afru nanës. Thot një boshllëk e ka dashuria për fëmijën, një boshllëk e ka dashuria për gruan edhe për të afërmi, për mixhallare, dajallare, teze dhe të ngjajshëm. Një boshllëk është dashuria për pasuri, për autoritet, për pushtet dhe ngjajshme si ajo. Pra Allahu te bareke, duam apo nuk duam, të tillë na ka kriju. Ej vëllazën, unë e di që ka në mesin e ju njerëz që ndoshta me vite nuk kanë shkuar në Dibër apo në qytetet ku jetoni ju. O e kam marr malli për Dibër. Unë që jetoj atje thon, për çka ju kam marr malli më? Për ato sokaqet e Dibrës apo për ato sokaqet
e Malit të Zijes, të Shqipërisë, se pjesëve tjera të Maqedonisë, e kështu me radhë. O ju vllazën, jem bo vendet tona pe fukarallëku si vendet më të varfëra në botë. Thotë hoq nuk është ashtu, për atë dheun e mahallës dhe atyre sokaqeve të ngushta më ka marrë malli. Pse? Se Allahu Gjelle Gjelalu, kudo që të shkon njeriu e ka instalu zemrën që të lidhet me vendlindjen e tij. Dhe thotë Ibn Qayyim el-Jauzi, pra ki djetari, dhe në zemrën e njeriu të është një boshllëk që nuk e përmbushën atë vetëm dashuria për Allahun te bareke ve teala. Andaj vazhdon njeriu që të jetë i varfër, të jetë në stres dhe në depresion, derisa ta përmbushën këtë boshllëk. Dhe ju, o ju vëllezërit e mi, jeni më mirë që më kuptoni për këtë fjalë që dëshiron vallahu ta thotë. Për arsye se sa njerëz tu kanë arrit pasurie, ku ta di unë, edhe bulldingje, edhe qiraja dhe kështu me radhë. Përsëri nuk janë rahat. Pse? Se nuk e kanë imanin dhe besimin në Allahun te bareke ve teala. Andaj dijeni, o ju vëllezërit e mi, se kur Allahu te bareke ve teala na thoret në Kur'an që ne t'i kthehemi atij, siç e përmenda në ligjëratën që kaloi. Jo që Allahu ka nevojë për ne asesi vallahi, por Allahu na thoret sa je dije që ne jemi nevojtar për atë xhella wala. Andaj thonte Ibrahim ibn Adhemi radiallahu ta'ala anhu, me të vërtet, po ta din mbretërit dhe djemtë e mbretërve, dhe kryetarët dhe djemtë e kryetarëve, dhe pasanikët dhe djemtë e pasanikëve, se çfarë kënaqësie na ka dhënë Allahu në zemrat tona në Islam dhe në iman, do të kishin ardhur të na i marrin ata me shpata. Do të kishin ardhur ata të na i marrin me të gjithë forcat dhe ushtrinë dhe arsenalin e tyre. Pra që do thotë ju, thonte gjithashtu Ibrahim ibn Adhemi, me të vërtet ndodhën ndonjëherë që kalojnë disa momente në afërsinë time me Allahun xhallahu ala, them, pra unë im duke thënë, në qoftë se banorët e xhenetit jenë në këtë kënaqësi, lum për banorët e xhenetit në çfarë kënaqësie jenë. Shifni ju vllazit e mi këtë namaz të yatsis që e falëm sonte. Çfarë kënaqësie kur i dëgjonim ajete të qarta dhe të bukura të Rabbul Alaminit subhanahu wa taala. O pa shamadhërinë e Allahut, asnjëri prej nesh, be burrave dhe grave, nuk do të ngritet nga gjimexhlis i dëshpëruar dhe i humbur. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në hadithin e Buhurejrës, se Allahu xhallahu ala ju thot me laqeve, ej me laqet e mia, bëhuni dëshmitar se ata njerëz unë i kom fal të gjithë. Atëherë Allahu me laqet i thon ja Rabbi, po në mesin e atyre njerëzve erdhi një njeri rastësisht. E dëgjoi filani i thosh, o vlla, atë vi sonte se ka ditë. Po më po vi. Domethënë nuk erdh me qëllimin të dëgjon ligjërat. Thot Allahu xhallahu ala, humul qaum la yashqa bihim jalis. Të gjithë do të falen, të gjithë do të mëshirohen, nga se ata janë një popull që asnjëri prej tyre nuk deli dëshpëruar për këtij mexhlisi. Allahumma lekal hamd. O ju vëllezërit e mi, dhe o ju nana, dhe o ju motra besimtare, unë e di që hoxha dhe imami, imamlarët, kur folin, kur flasin ligjërata, ndoshta ndonjëri për jush do të thot, o imam, po unë shumë mëkate i kom bë Allahut. Unë ka vite që nuk e kom pa pragun e xhamis. Nuk ka mëkat prej drogës, edhe alkoolit, edhe bigjozit, edhe imoralitetit që unë nuk e kom bë. O vëllahu im, po ta di se çfarë Zoti bujar ke. Po ta di se sa Allahu xhallahu ala gëzohet me kthimin tënd. Gëzohet me pendimin e robit, vallahi bilaj sonte do të kishe vendosje ta gëzojsh Allahun azza wa jall. Dhe pasha Allahun e madh tash në këtë moment Allahu gëzohet me ne. Ju thot me laqeve, ej me laqet e mia, po pse janë tu bu këto njerëz sonte? Ja Rabbi që të kujtojnë dhe të të madhërojnë ti. Allahu xhallahu ala në këtë kontekst thot o vëllezërit e mi, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Pra Allahu po të thret në emrin e robëris, o ju robërit e mi, pra po Zotin të dëgjuam dhe të respektuam dhe unë nështrum para teje, ja Rabbel Alamin. Ja ibadi, alladhina asrafu ala anfusihim, o ju robërit e mi, që e kini ngarku veten e juj me shumë mëkate, o ti që ke bërë shumë mëkate, e di më Zotit, ka pa Allahu xhallahu ala, me gjitha ta i prap të ka furnizu. A ke pa ndonjëherë o vëllahu im që ke dalë për një mëkate dhe një gjunahi dhe Allahu ta ka ndalë frymëmarrjen? Pasha Allah ka pas mundësi.
Po s'ta ka ndalë. A ka ndodhur vëllahu që në qoftë se me dorën tënde ke bën një mëkat dhe një gjuna, ta ka shtang dorën Allahu, vallahi ka mundësi që të ta shtangën dorën, por ai s'ta ka shtang. Se ai xhelluala të don. Andaj vllazën tregonte një prej hoxhallarëve i Kuvajtit, thonte për një plakë e cila 99 vjet ka qenë krishtere. Dhe në moshën 99 vjeçare pranoi Islamin dhe në moshën 100 vjeçare ndroi jetë. 99 vjet në kufër dhe në mosbesim. 1 vjet jetoi në Islam dhe Allahu xhelluala ja pranoi atë. Dhe pan pas vdekjes në ëndër dhe i thanë, oj filane, çka bëri Allah me ty, tha më fali me shahadeti la ilaha illallah. O ju robërit e mi, që keni ngarku veten me shumë mëkate dhe gjunahe, mos se humni shpresën në mëshirën e Allahut, se me të vërtet Allahu xhelle xhelalu i falet të gjitha mëkatet. O imam, çka i tu thanë? Po pasha Allahu, të gjitha mëkatet o vëllau im, sa do të mëdhaja dhe të randa që jenë ato, të gjitha i falen Zoti. Edhe një njëbëri plak një ditë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shkopin në dorë, i ishte shtrëmbëru shpina, pa aq i plakur dhe i lodhur, dhe i tha o Muhammed, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha po urdhë filan, tha a e ke pa një njeri që nuk ka lanë vend pa bë mëkate dhe gjunahe, a ka tëube për atë, a e pendon, a e falen Zoti xhallahu ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç e kishte kokën e ulur, ju kujtua ajeti Allahu xhallahu ala ku Allahu thot wa rahmeti wasi'at kull shay, me të vërtet mëshira ime ka kaplu gjithçka. La ilaha illallah. Mëshira e Allahut i ka kaplu gjunahet e tua. Atëherë ngriti kokën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha o filan, a e ke pranu Islamin? A e ke thënë shahadetin la ilaha illallah? Tha po ja Rasulullah. Tha shko filan se Allahu ti ka fal të gjitha. Tha vallahi thot Enesi, e pash plakun e shkret më gëzo. Doli pe xhamisi gëzom duke thënë shhedu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammed rasulullah. Ky është Zoti ynë vallahi. O pasha Zotin në një natë pe netëve, njëri pe dietarëve duke lexuar ajetin e Allahut ku thot vraponi pas xhenetit, gjërësia e të cilit është sa qiete dhe toka qante. Qante deri në agimin e mëngjesit. Të nesërmen në sabah gruaja e tij tha, o imam, o filan, po pse qave bembram për një ajet që është presdhanës në realitet, vraponi pas xhenetit, gjërësia e të cilit është sa qiete dhe toka. Tha oj bija e filanit, tha si të mos qaj për një xhenet aq i madh dhe i gjerësh dhe mirë bë për këmbën tem që s'ka vend në të. O e di besa letësh për të në xhenet, vallahi billahi, se ne kemi një Zot që është shumë i mirë, një Zot i cili është bujar, i cili nuk e meriton be që ti bëhet mëkat subhane wa taala. O ju vllazit e mi, po va tregoj një ngjarje para se është shumë e pranueshme për djelmoshat e ri, për një djalë i cili u ri deri në moshën 18 vjeçare në Arabinë Saudite, pra në Mekë, pra prej banorëve të Qabes, të Mekës. Mekka i ka 2 milion banorë, qytet i madh. Dhe shumica juaj edhe e keni vizituar ata. Dhe thot në moshën 18 vjeçare bëra një aplikim që fakultetin ta vazhdoj në Francë. Thot unë asnjëherë nuk kisha dëgjuar dhe nuk kisha pa dhe nuk e dinja se si zhvillohet jeta në botën e Evropës, në Amerikë dhe në Evropë. Pra do më thënë gratë e shpalume, mundësia për të bë mëkate dhe gjunahe, për të ranë rrugët e alkoolit shumë e lehtë. Thot e rëndësishme, thot u pranova, edhe nana, se s'ka pas bab, më përcolli deri në aeroport. Dhe në fund më tha o birë, po ta laj manet fen, kujdes, ruje Zoti, ruje fen. Thot kur shkova atje, thot në momentin e parë, ditën e hanë në shkollu për balla me gjysmën e klasës djeme dhe gjysmën vajza, një pjesa më e madhe e vajzave normal ishin të shpalume, edhe nuk e kishin edhe mbarë dhe turp që të bisedojnë. Derisa thot në një ditë për ditë, thot hina në kontakt me dikën prej tyre, por ajo ma kushtëzoi, në qoftë se dëshiron që të kesh lidhje me mu, patjetër ta pranojsh krishterizmin. Thot në fund thot u binda dhe e pranova atë. Shkova në kish, është kryqëzu, e ka pranu krishterizmin dhe ka dalë për fesë islame. Për 4 vite me radhë, thot asnjëherë ma nuk u ktheva në Mekë. Mbas 4 vite, mbas i përfundoi kontrata me shkollën, patjetër duhesha të kthehem në Mekë. Thot unë kësaj here isha bo italian, isha bo francez. Nuk kisha asnjë shenjë të islamit. Nana thot me motrat e mia më priti në aeroport, por e vërejti nana se vetëm kisha ndryshuar në jetë. Domethënë thjesht i dhash një selam, një përshëndetje të ftofët. Thot për gjatë rrugës nana më folte, po si ke hallet me namazin? A falish namazin? Thot unë i dhash disa premtime, disa rena dhe ngjashme si ajo. Thot për çdo ditë nana më thonte o bira, kam mundësi të më marrish edhe me maqinë për të më dërguar në Qabe. Thot derisa një ditë më kërkoi dhe thot u binda, pambasi erdha në Mekë, u ktheva jetesën në Mekë. Thot e mora nanën një natë për netëv dhe e dërgova në Qabe. Normal Qabe ju vllazën ka edhe vend parkingje poshtë, domethënë në Qabe.
Nana më tha, po më birec fale dhe ti namazin e jacis. Tash nuk mundi, ku ta di unë, arsyetimet e njerëzve zakonisht. Thotë ju vllazën, thotë derisa nana shkoi të falet, unë isha duke dëgjuar një muzikë italiane, në një moment e dëgjova ezanin e jacis. Hayya ala-s-salah, e janë bënë namaz. Hayya al-falah, e janë në shpëtim. Thotë vallahi filloi zemra të më dridhet. Shkova me të shpejtinë në vendin ku jenë banjut, u pastrova, mora gusu, lava edhe njerë, e pranova shahadetin dhe hina në namaz. Derisa arrita nal në Qabe, do më thënë aty ku është ai sahni i Qabes, thot filloi kameti, filloi namazi. Kur ja imami i Qabes në reqatin e dytë e lexoi ajetin Kul ya ibadi alladhina ju robërit e mi, që keni ngarku veten me shumë mëkate, mos se humni shpresën në mëshirën e Allahut, se me të vërtet Allahu i falet të gjithë mëkatet. Thot vallahi qanja derisa ai që ishte në të djathtë ose në të majtë një mambes të më folën pas namazit, në pengove në namaz. Me po ishte një plak, thot mbas namazit më kapi dhe më tha e di Orbir, e kuptoj gjendjen tënde se paske qeni ngarkum në mëkate dhe në gjunahe, por vallahi e ke një Zot bujar. Thot u vonova pak brenda në Qabe, derisa kur dola, thot kur afrova ke maqina, e pash nana më preti. Dhe më tha, e kom dit Orbir, vallahi e kom dit se një dit do t'i kthehesh rrugës të Allahut, se nana yte çdo natë çohet dhe thot o Allah, kujdesu për djalin tim. O ju vllazit e mi, vallahi billahi, sa do mëkate që të jenë të mëdhaja, rahmeti Zotit xhallahu ala është edhe më i madh. Kush më del kashik rahmeti të Allahut subhanahu wa taala. Andaj dëgjoni këtë hadith për gëzues, për haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thot se Allahu xhallahu ala ka thënë në hadith kudsi, ibn Adam, o Allah, o biri Ademit, siç e përmendi hoxha, Allahu na drejtot, o bijtë Ademit, o unë edhe ty. Ibn Adam, law balaghat dhunubuka anan as-sama, thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, o biri Ademit, në qoftë se mëkatet e tua arrin kopën e qiellit, pastaj ti vish mua dhe më kërkosh falje, unë të falti dhe se kum gajle. La ilaha illallah. O në qoftë se mëkatet e tua arrin kopën e qiellit deri në qiell, fullbe me gjinafe, s'kelan be gjë pa e bë. Dëm njerëzve, zullum, padrejtësi, kjo dhe ajo, pastaj vish dhe më kërkosh falje, vetëm se do të më gjesh mua shumë falës. Ibn Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. O bijtë Ademit, në qoftë se do të më vini në ditën e Kiametit me mëkate, sa është rrafshina e tokës, pastaj do të më vish në atë ditë Kiameti me besimin në Allahun, unë do të viti me po aq falje dhe mëshire dhe nuk e kom gajle. Allahu akbaru kebira. O ju vëllezërit e mi, dhe o ju nana dhe o ju motra, Zoti ju ruaj dhe ju mëshiroft ja Rabbel Alamin. A dini se ku është fshehtësia e kthimit tek Allahu? Fshehtësia e kthimit tek Allahu xhallahu ala është se në momenti kur ti kthehesh tek Zoti xhallahu ala, pas çdo mëkati që bësh, nuk është problem, vallahi nuk është problem ke mëkat. O vallahu i që folën në shumë mëkatar, shumë gjunaqar. I di mëkatet dhe vallahi bila dunja mëkatet janë edhe frena. Që mos mashtrohemi në momentin kur njerëzit na lavdërojnë mos thonë që jemi dikush. I di mëkatet tona. Kur edhe dikush ta lavdëron Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, Ebu Bekrin, tha o Allah, më fal për atë që thon njerëzit dhe falmi mëkatet që ata nuk i din për mua. Fshehtësia e kthimit tek Allahu te bareke u teala është se ti e gëzosh Zotin tënd. O me ditë vallahi që do të thon gëzohet nana me diçka ja kisha bë pashallah. Unë edhe ti. O me ditë se vallahi me diçka gëzohet fëmia. Për shembull, unë do të kthehem tash në Dibër mbas një javë. Dhe fëmijët më kanë shkruar babi të lutem një pal puma ku ta diun. Unë do t'ia vabi ato puma vëllazën se e di që ato të gëzohen me ato. Më kuptoni? O vëllaut im, kur kthehesh kjo, sonte që ke ardhur në xhami, vallahi ke gëzo Zotin. Po për qëllimeve dhe synime më madhore të kësaj jete, unë ta gëzoj Zotin tim. Dhe ta hidhuroj shejtanin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa ishte në një luftë vëllazën, gati ka fundi më jepni edhe 5 minuta. Derisa ishte në një prej luftërave dhe pas përfundimit të luftërave vëllazën e pa njënën prej nanave, shefni skena, veçanërisht nanat, kom qefta dëgjojnë shumë bukur. E pa njënën prej nanave që e kërkonte foshnjën apo djalin e saj ta gjen ku ka ra në luftë. Mos ndoshta edhe ka vdek, e kanë vrarë, luftë vëllazën. Kur janë në një moment e gjen djalin e asaj, gjallë, elhamdulillah. Edhe e merr dhe përqafon dhe afron afër vetes.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve, a shihni këtë nanë? A va merr mendja juve? Dëgjoni, a va merr mendja juve që kjo nanë mund ta gjuon djalin e vet në zjarr? Ka nanë që e gjuon djalin e vet në zjarr? Than jo ja Rasulallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "Lallah ashaddu farahan bi tawbati al-'abdi min hadhihi al-ummi waladiha." Allahu gëzohet ma shumë me robin kur pendohet se sa kjo nanë kur e gjeti djalin e saj. La ilaha illallah. Wallahi nana gëzohet shumë kur kthesh pi gurbeti. O nuk do të lishon pasha Allahu na zeuxhe. Allahu te bareke o teala kur kthesh tek ai gëzohet ma shumë. Allahu xhallahu ala i shpalli Davudit alayhis salam dhe I tha, ja Davud, o Davud, po ta din mëkatarë se sa unë përmallohem për ato kishin vdek për përmallimi për mua. Shef, Allahu I madh përmallohesh ka për gjunaqarin. O Davud, po ta din mëkatarë se sa unë përmallohem për ata do të kishin vdek për përmallimi për mua. O Davud, ky është përmallimi im për mëkatarët, po si është përmallimi im për ata që më bëjnë ibadet dhe adhurim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, nëse robi shkon një hap Allahut, Allahu I vjen me duke ec. Nëse robi shkon duke ec, Allahu I shkon atij duke me vrap. Nëse robi shkon me vrap, Allahu xhallahu ala I vjen pra me mirësi dhe dhuratat e tij subhane wa taala. Për këtë arsye kanë ardhur shumë transmetime I vëllezërit e mi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas çdo ibadeti dhe pas çdo adhurimi I kërkonte falje Allahu xhallahu ala, pendim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Andaj mesazhi im I o vëllazën për kësaj fjalimi dhe kësaj ligjërate është I vëllezërit e mi të mbushim zemra me dashuri për Allahun xhallahu ala, ta dum Allahun subhanahu wa taala, ta dim se gjithë jeta jonë në realitet duhet të jetë për Allahun, kurbani për Allahun, namazi për Allahun, vdekja gjitha për Allahun. Në një ditë do të kthehemi tek ai Zoti I Madh te bareke wa taala. Andaj kush e zbukuron takimin me Allahun në dunja, Allahu xhallahu ala do t'ja zbukuron takimin atij në ditën e Kiametit. Allahu subhanahu wa taala ju vëllezërit e mi, dhe do ta përfundojmë me një ajet kuranor, thot walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah wastaghfaru li dhunubihim. Ata të cilët edhe kur I bëjnë mëkate Allahut, kur I bëjnë mëkate Allahut, ata prapë se harrojnë Zotin. Që do të thotë, pasha Allahun azza wa jalla, feja islame nuk kërkon për njeriu të bëhet idealist, o ju vëllazë. Se asnjëri prej ne nuk mund të bëhet idealist. Na dije Zoti xhallahu ala se ne jemi gjunaqtar, por ata që pasi ti bëjnë mëkate Allahut, ata I kthehen Zoti xhallahu ala. Kurse për gëzimi dhe mishdja e fundit, o ju vëllazën, se ata të cilët I kthehen Allahu dhe pendohen tek ai me sinqeritet të plot dhe kthehen tek ai me zemër të sinqert, Allahu xhallahu ala atyre ju jep një dhuratë shumë të madhe, një mishdë dhe një sihariq. Ajo është se Allahu xhallahu ala dashurohet për ata. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin, me të vërtet Allahu I don shumë ato që pendohen dhe kthehen tek ai subhanahu wa taala. Dhe këtu në këtë kontekst, për dashurisë të madhe që e ka Zoti ndaj atyre që kthehen dhe pendohen me të sinqeritet tek Allahu xhallahu ala, se Allahu do t'i trajton me një trajtim të veçantë në ditën e Kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, dhe kur do të ringjallemi para Allahu xhallahu ala në ditën e Kiametit, Allahu do ta merr çdo njeri prej nesh veç vetmas për ta bëu llogari. Dhe atij besimtari që është kthy tek Zoti xhallahu ala do t'i thot, o robim, atë kujtohet filan mëkati dhe filan gjunahi, se kthehemi tek esenca e bisedës legjeratës. O robim, atë kujtohet ai mëkati që e bone. Po ja rob. Por asje se ishim mëkatar dhe gjunaqar. Pa të kujtohet filan mëkati dhe gjunahi, derisa të mendon njeriu se të shkatrohet, Allahu xhallahu ala pe dashurisë që e kishte ndaj atij do t'i thot, o robim, unë t'i mbulova ato mëkate në dunja dhe unë t'i fal ato sot. Andaj merre librin e veprave nga e djatha dhe shkon në xhenetet e larta. O Allah, të lutemi membrat e bukura dhe cilësitë e larta, ja dhe xhelali ul karam. Të lutemi ja Rabbel alamin, ne mundso që të jemi pe banorëve të xhenetit, ja dhe xhelali ul karam. Po të lutemi o Allah, membrat e bukura dhe cilësitë e larta, ja Allah, ja Rahman. Të lutemi ja Rabbel alamin, na mëshiro me mëshirën tënde. Na jep të mirat e dunjas e të mirat e ahiretit. Na ruaj pe zjarrit të xhenemit. O Allah, falna ne dhe prindërit tanë dhe prindërit e prindërve dhe gjithë besimtarët ditën e llogarisë të madhe, ja dhe xhelali ul karam.
O Allah, ashtu siç na tubove dhe na bashkove në një xhami pe xhamieve të tua, të lutemi ja Allah na bashkon në hijen e arshit të ditën kur nuk ka hije tjetër pos hije sa arshit të ja Rabbel Alamin. O Allah, të lutemi membrat e bukët si të larta fali dhe mëshiroj prindërit tan, mëshiroj ata të cilët kanë vdek pe tyre, bëj varret e tyre kopshte pe kopshteve të xhennetit, ja dhe xhelali ul ikram. O Allah, mëshiroj të vdekurit tan, o Allah, mëshiroj të vdekurit tan, o Allah, mëshiroj dashamirët ton, ja dhe xhelali ul ikram. Bëri varret e tyre ja Rabbel Alamin, aq sa shef shikimi i tyre. O Allah, laje ata me ujtin e pastër dhe pastroj ata siç pastrojnë teshat e bardha, ja dhe xhelali ul ikram. O Allah, të lutemi na i rando peshojnë dhe mizanin në ditën e Kiametit. Na jep librin nga e djathta jon. O Allah, na i mundso që ta kalojmë urën e Siratit dhe së bashku me këta vllazë, me këta dashamirë dhe me këta nana dhe motra të jemi në xhennetet e tua, në tokën e paqes dhe lumturisë. Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.